Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për situatën në Maqedoninë e Veriut. Ditën e sotme është zhvilluar një samit në Shkup mes vendeve të Ballkanit Perëndimor për planin e rritjes, planin ekonomik. Por përtej këtij samiti ne do të flasim edhe për problemet e shqiptarëve në Maqedoni, por jo vetëm, do të një pjesë të tjera të trojeve shqiptare me profesorin, studiuesin, analistin Argët Çelikut. Profesor, përshëndetje, faleminderit. Përshëndetje zoti Balla. Gëzohem që shihemi përsërish bashkë. Faleminderit shumë profesor, faleminderit shumë për kohën. Do ta nisim në samitin, po fillimisht më jepini mendim se edhe sot atje u pan ato ndasit. Kurti ishte me krahun e Blenit, kurse Rama me BDI-t. Unë tani nuk e di, shpesh të ndasit tona kanë qenë edhe historikisht të theksuara, por mendoj që përveç atyre kryenetësive, po bojnë edhe show shumë kohë e fundit. Nuk e di tani për çfarë arsye është për të mirë të popullit apo për të mirë të vetes tyre, por mendoj që mbi të gjitha në politikë ekziston ajo formula plus një mandat. Domethënë gjithmonë është kjo që në politikë të arrihet ajo dhe ndasit janë mëdha, përgjithsisht paktën edhe në opinion po shihen, mendoj ose i përgatitur opinioni, megjithatë politika ka një qëllim vetin, arritjen e synimeve të tyre, të njerëzve të caktuar, të klikave të caktuara, por sidoqoftë samit e gjëra për shqiptarët ka pak rezultate zoti Balla, në përgjithësi historikisht them që sidomos kohëve të fundit po shihen veprime që dëmtojnë rënd, mendoj në kohën e globalizmit tani, sepse nuk jemi në atë kohën kur ne kemi me kryenetësi, kemi qëndruar ose kemi bërë punë për inat të hasmi që e quajmë ne. Tani ka ardhur koha që hasmi më i madh jemi i shqiptarit po del se është vetvetja. Kjo është pikpamja ime në këtë drejtim. Show-t unë nuk i kam shumë për qefi, me rëndësi është të bëhen punë, veprime që do të kontribojnë në hegemonizimin ton kombëtar, në arritjet në shtyrjen e proceseve tona kombëtare dhe në mirëqenien tonë kombëtare. Profesor, po kalon gjysma e vitit, por a ka ndryshuar diçka nga qeverisja e re në Maqedoni për shqiptarët? Ju, për të ndarur tek çështja e regjistrimit popullsisë, para 3 vitesh, që parashikuar ndoshta po saktësisht atë që BDI-a po thot tani ka pas një marrëveshje për regjistrimin atëherë. Ju e keni thënë 3 vite më parë, duke luajtur me statusin e rezidentit duke përjashtuar shqiptarët të diasporës. Unë asgjë nuk shoh ndonjë lulëzim sa i përket çështjes shqiptare, çështjes kombëtare në Maqedoninë e Veriut. Po ndodhin të njëjtat akurbacione vazhdimisht, sikur të ketë një, mund duket sikur është e gjitha në teatrin e kukullave, po tani nuk e di cili është ai mjeshtri që e heq penjet. Zakonisht mendoj dhe kam thënë shpesh, fatkeqësisht zoti Balla po dalin gjitha ato që i them unë në vazhdimsi. Sa herë që kredibiliteti dikujt po bie, po shfaqen mutacione të reja që shajnë njëri tjetrin, çdo mutant është më zhvilluar se tjetri, e shah atë që është mbi 20 vjet, edhe përgjithsisht po del në fund që gjithë rrotullohen rreth mjeshtrit në teatrin e kukullave. Domethënë i shërbejnë një situate për interesa personale, individuale, por ja që ne kemi sot boshatisje të madhe të vendeve tona, sidomos në rajonin e Kërçovës, në rajonin e Pollogut, në rajonin e Strugës, po edhe në Shkup ka filluar një dyndje masovike shqiptarëve dhe e kam thënë edhe më herët që po të vazhdojnë këto politika pa strategji të mirëfillta kombëtare, ne shumë shpejt, ndoshta për një gjysmë shekulli nuk do të kemi më as histori, as gjuhë, as asgjë, nëse vazhdojnë gjërat në këtë drejtim. Dhe kjo është e dhimbshme. Unë nuk jam kritikues absolutisht, jam një intelektual kështu që shet gjërat me pasivitet, nuk marr pjesë për ndërtimin e proceseve politike sepse kam mision punë tjetër, por mbi gjitha kam drejt të gjykoj
jo të paragjykoj, të gjykoj mbi veprimet veprimtarinë shoqërore politike, sepse ne edhe si intelektual duhet marrim pjesë në atë që është më mirë për kombin ton, edhe mendoj se gjërat janë në një udhë pa udhë, ta quaj kështu. Sa i përket regjistrimit, shpesh herë, ndoshta kjo është e 4 herë që e them edhe publikisht, nga 1900-a, Basia Fetare Islame në Maqedoninë e Veriut i ka ato defteret e vet që i quhen, ato fletoret, ku ne me që në Maqedoni jemi 100% musliman, ta them kështu, mund të ketë 1% të vogël që jetojnë në Shkup ose këndej andej të ardhur nga Malizi ose po përgjithsisht popullata shqiptare në Maqedoninë e Veriut është 100% muslimane dhe ne paguajmë hoxhallëk, ta quaj kështu, jemi të detyruar ta paguajmë edhe atë jo përmes llogarive bankare. Shpesh herë kam kërkuar, më jepni llogari bankare, patjetër duhet të ketë llogari bankare, askush nuk e jep. Japin ca fletushka kështu, edhe prandaj ndodhen ato që ndodhen. Po e them edhe vazhdimisht, nga 1900 ka Basia Fetare Islame di çdo familje shqiptare në Maqedoninë e Veriut sa shqiptar janë, sepse merr taksat që paguajmë ne, domethënë. Po nuk e pagove për bes, nuk vinë as ta lanë gjenazën, derisa ta shlyesh borxhin e prapambetur për 5 vjet ose ku disi. Kur nuk doli kjo Basi Fetare Islame, që e ka edhe për detyrë kombëtare, të thotë se në Maqedoni ka mbi 1.200.000 musliman. Tani nëse ka mbi 1.200.000 musliman, si është e mundur që numri shqiptarëve të jetë 600.000? Do thotë 600.000 tjerë që kanë jo shqiptar, nuk është e vërtetë, zoti Balla. Shkupi në 84 ka qenë qyteti më i madh me shqiptar. Do thotë pastaj ka ardhur Tirana e Prishtina. Mbi 500.000 shqiptarë janë llogaritur me rrethin. Ku janë ata shqiptarë sot? Rajoni Bollogut ka mbi 200.000 shqiptarë. Kërçova, do thotë Struga, Kumanova, Ori, Velezi. Si është e mundur që të ketë as 550.000, 600.000 shqiptarë me këto numra. Kërçova në regjistrimin e fundit në vitin para fundit 2001, edhe regjistrimin e 2022-shit për 26.000 shqiptarëve është kurrë në 16.000 shqiptarë. Ku shkuan 10.000 shqiptarë? Ku janë ato 10.000 shqiptarë? Do thënë, janë ca gjëra që unë nuk i kuptoj. Nëse kur e kam pyetur Stalinin, po e vrave një njeri, çfarë do thotë është, çfarë është ajo, çfarë nuk kupton ajo, thonë krimi më i madh. Po i vrave miliona njerëz, ato statistikë. Do me thënë, ne shqiptarët po kthemi në statistikë pastër politike, që shërben vetëm për politikë. Tani, po dalin këto, ta quaj unë kështu, këta njerëz që kanë qenë 20 vjet në politikë bërje, që janë tani në formacionin e ri politik vlen, edhe thot që janë fshirë ka shqiptar në Kërçov, ka shqiptar Struk, ka shqiptar ku diku unë, ka shqiptar Shkup. Po tani që në kam fshirë, do me thënë kur ky person, ky X politikan, nuk është më me strukturën e vete, edhe tani po trumbeton se që në kam fshirë ato shqiptarët. Po ku ishte në atë formacion 2001, kur unë e ngreja zërin në atë kohë, me 10 shkrime e kam ngrejë zërin. Se çfarë po ndodh me kjo është gjenocid. Nuk është vetëm si Mpreshef që ishte problemi që u aktualizu. Unë kam filluar të aktualizoj, megjithatë mediumet janë të heshtura te ne. Domethënë nuk ka mediume, sepse Mpreshef u aktualizoi fshir. Tani po del që janë fshi diku 200.000 shqiptar. Ku janë ato shqiptar? Kush i fshiu ata shqiptar? Ajo ndarja në rezident, jo rezident, si ndodhe? Ja, unë po të tregoj tani online llogarin bankare time shkruan rezident. Do me thëmë, pësa herë që shkoj t'i ku më pyesin je rezident ose jo rezident? Për shkak se ligjet pozitive evropiane, si shma ka thënë një ish ministër në aeroplan, kur kam shkuar, do thot në Evropë për mësimdhënie, dhe u dash të ndalem vijem pas të shkoj në Gjermani, që ai person sot është në burg shtëpiak, tha, ti pse ngren zërin se këto janë ligje pozitive evropiane. Ore, në shoqërinë globale nuk ka ligje pozitive evropiane, njeriu mund të lëviz për një vend pune më të mirë, shkojnë Tokyo, shkojnë 1 vit, 2 vite, 2 vjet, 1 vjet, 2 vjet, por nuk do thotë që unë kam lëshuar vendin tim, jam shpërngulur. Do me thënë,
këta njerëz po bëhen, ja tani është ajo gjithë përplasja që do të ketë, nuk e di, unë shpesh e kam thënë, nuk e di çfarë do ndodhi, po do ndodhi, mos tani më vonë, që jo rezidentët qëllimit të fshihen nga lista, të paktën mos kenë të drejtë për votime në për komunat ku ka shumicë shqiptare, që edhe ato komuna si Kërçova, për shembull Struga, që në të ardhmen do të rrezikon të humben për shkak se Mërgata nuk do të ketë të drejtë të votojë. Dhe dihet që në Kërçovë kryesisht do thot Mërgata ka qenë gjithmonë sensibilizuar, ka ardhur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga Evropa, kanë votuar dhe është bërë kryetari i komunës shqiptar. Nga ana tjetër, sipas statistikave, kjo Mërgatë shqiptare nga Maqedonia e Veriut, që është dyndur nga fundi viteve 60 të shekullit kaluar, po sjell mbi 5 miliard euro në Maqedoninë e Veriut. Ato që dalin statistikat se papunësia është zvogluar, kjo ajo është zvogluar, sepse mbi 200-300.000 shqiptar jetojnë jashtë sot. Domethënë, kur është dashur të keni vend pune, Termocentralin Oslomeun, ku e kam vendbanimin, është dashur të marrin strajcën edhe të shkojnë në perëndim, në për Amerikë, të degdisen botës andej këndej, ndërsa nga Maqedonia Lindore janë pru Maqedonas dhe janë kolonizuar në ato vende pune dhe në vendbanimet shqiptar. Domethënë, këto janë gjenocide që askush nuk i përmend. Ne do thot edhe sot tek kësaj dite ka pjesë shqiptare që s'kan as ujë as kanalizim, për shkak se askujt nuk i intereson. Prandaj po them, mund të jenë këto përfitime të çastit politike, përfitime financiare të personave të caktuar, por humb kombi zoti Balla, edhe mendoj që shqiptarët në Maqedoninë e Veriut vërtet janë në një gjendje shumë mjerueshme, mos them po aq sa në komunizëm. Profesor, ka më shumë shanse që tani që po pranohet dhe nga politika që atëherë ka pas një marrëveshje edhe ajo korrigohet, apo të kalojmë te plani D, që pas shpopullimit të hiqet edhe vota, e drejta e votës. Unë them që duhet fillimisht ketë një reformatim politikave tona. Ka njerëz që janë politik mbi 22 vjet, me 22 vjet as gruaja në shtëpi nuk të shikon më, jo të shikoj populli. Njerëz që kanë mbetur ende në të kaluarën, nuk e kanë idenë se çfarë ndodh sot me teknologjinë informative, me inteligjencën artificiale, ende po rindunshëm. Unë nuk e kuptoj ky mentalitet çfarë është kështu. Unë kam qenë zëvendës rektor 8 vjet edhe u lodha e s'dua të dëgjoj më. Di ku e gjejnë atë energji këta njerëz, ja edhe në Shqipëri Sali Berisha, unë nuk e di ku e gjejnë këta, çuditem me këta njerëz, si është e mundur. Të rrish ti 40 vjet në politikë, do thotë duhet të jesh ose i klonizuar, të ketë klonizuar dikush, ose unë nuk e kuptoj, truri si rukulodhe tyre njerëzve. Pastaj duhet të ketë reciklim politik. Nëse s'ka reciklim politik, nuk ka ardhmëri në shoqëri. Sepse këta njerëz te ne ka ndodhur, unë e kam ndjekur situatën, jam marrë shumë me këto probleme, më ka interesuar çështja kombëtare. E njëjta gjë siç ka qenë diferencimi në komunizëm në shqiptar dhe në slav dhe jo slav, në krishter dhe jo të krishter, na kanë diferencuar neve dhe sidomos do thot neve dhe bosnjakëve, tani po ndodh i njëjta nomenklatur, i njëjti matriks, e njëjta filozofi, po na diferencojnë brenda për vetes në tazëm jenë këtë formacion politik, jem mirë, nuk je kundërshtar. Kush nuk është me ne, është kundër nesh, ajo thënia e vjetër e Cezarit. Me thënë, absolutisht zoti Balla mungon një strategji kombëtare që neve si popull do të na kushtoj shumë. Edhe këto tani, a do të ketë regjistrim marrëveshje politike po se po për herë, domethënë për qendruar pushtet. Ja tani nuk i kemi numrat, edhe po ndodh hiqen tabelat mbi shkrimin në gjuhën shqipe, punësimet degradohen, shumë e thjeshtë, sepse në 2001 Maqedonia janë vënë themelet e shtetit monoetnik. Do thotë ka një kom Maqedonas dhe ka kompsi, në konceptin e Titos, në pakica që jemi edhe ne shqiptarët. Edhe ne nuk e kuptojnë njerëzit këtë problem, po manipulojnë në vazhdimsi këto çështje, edhe statusi juridik me politikën nuk janë njësoj.
Nuk mund të ketë një vend dy kushtetuta, një juridike, një politike, si që është marrëveshja e Ohrit, sepse ja tani po riformatohen gjërat, dhe çfarë do do? Domethënë ne nuk i gëzojmë drejtat elementare në Maqedoninë e Veriut, edhe nuk është e vërtetë se shqiptarët janë, edhe këtu është bën një truk, nëse më lejohet të sqaroj opinionit, sepse në regjistrimet 2001-shit po ashtu i manipuluar, po ashtu i koklavitur ta që ashtu ne kemi qenë 25.4%. Nuk ka pasur rezident jo rezident, po ky ka qenë numri përgjithshëm. Tani, cila është bo sherri? Na kanë dhënë rezident e jo rezident, diku 180.000 veta janë jo rezident, nuk e di sa mungojnë, ndoshta mbi 100.000 që nuk janë fare më në regjistrat e shtetit, edhe 24.5% që kemi rrudhje prej, do thot 24.4% nëse nuk gaboj, 1.1% kemi të kurje. Do me thënë me regjistrimin e 2022, ato jo rezidentë sherrit do t'ja shohim më vonë. Do me thënë prej 1.1% ne të kemi të kurje tani. Edhe çfarë do ndodh? Do me thënë do vi shpejt koha nëse për 10 vjet, nëse ne do të kemi të kurje të vazhdueshme, do bijem në 20%. Numerikisht flas, atëherë do të kemi drejt përdorim as gjuhën institucionalisht në për vendbanimet në për komunat tona. Do me thonë janë çështje që janë mirë menduara, nuk e kuptoj se si kanë ardhur deri këtu punët, por problemi është viti 2001, kur janë bërë pazare të ndryshme për të ruajtur, do thot, hegemonin ende të shtetit Maqedonisë Veriut, sepse në aspektin natyror Maqedonia e Veriut është shtet shumë etnik. Nuk është shtet monoetnik, kur s'ka qenë shtet monoetnik. Edhe ka pasur një kohezion, të paktën historikisht. Tani, po ndodh e njëjta gjë siç ka bërë Jugosllavia me shqiptarët, po bën edhe Maqedonia me shqiptarët, përmes vazalëve të tyre politikan që janë shqiptar, nuk kam asgjë thjesht po flas në spektrin profesional. Domethënë, çfarë bëjnë ata? Detyra politike është dalin të robetojnë, të lëvdojnë punët e veta, ajo s'më intereson mua. Mua më intereson që kombëtarisht, në aspektin kombëtar, ne po shkojmë keq Maqedoninë e Veriut. Prandaj bëj apel edhe kryeministrit të Shqipërisë, edhe kryeministrit Kosovës që kujdesen pak më shumë për shqiptarët e Maqedonisë. Mos i shpallin zona biznesi, bizneset kanë edhe ato vendin e tyre, por mbi një ditë ne nuk do të jemi në këtë botë, lëm një trashëgimi kombëtare dhe të vazhdojmë sepse historikisht kemi qenë shumë të nëpërkëmbur, gjithandej shqiptarët kemi detyrim ndaj gjeneratave që vijnë, nuk është vetëm leku ajo që bën apo pasurit marramense apo mirëqenia e tyre klanore, farefisnore, ku ta disi. Pra ajo që është e preambullën e Kushtetutës së Shqipërisë nuk e reflekton sjelljen e kryeministrit. Jo, fare nuk është. Me atë duaj unë të vija tani them më jepni edhe mua shtetësi sepse më takon, siç e bën Bullgaria. Shiko problemin e Bullgarisë tani. Do thotë Bullgaria në kushtetutë e Bullgarisë nuk pranon do thotë shtetësi dyfisht. Ka mbi 300.000 maqedonas që tani kërkon thotë mbi 11% do dalin bullgarët tani. Ose duhet të heqin dorë nga shtetësia bullgare. Domethënë këto janë ato problemet që dikush ka strategji. Shtetet tjera kanë strategji. E tani kollaja të vi, për shembull kryeministri i Shqipërisë bëj pak marketing ashtu në për Shkup, në për qashin e Shkupit edhe të plasin duarët me politikanët, po ai duhet ta kuptojë se nuk ka veç politikan, ka edhe një popull që po shpërngulet, një popull që jeton pa kanalizim, një popull që jeton pa ujë, një popull që është i nëpërkëmbur, një popull që është në represion të vazhdueshëm. Duhet ta kuptojë këtë edhe kryeministri i Shqipërisë. Sepse detyrohet me nenin 4 kushtetutës, apo jo, nëse nuk e kam gabim. Profesor, por duk sikur pat një turbullim ujërash me lëvizjen e Taravarit. Çfarë mendoni se doli nga qeveria? Tani unë mund të, si them, mendoj po i kthehem asaj që them unë, që janë njerëz të, si thoni ju, të lançuar për një përdorim, domethënë kur është më në krizë duhet të kthehet te baza. Edhe këta njerëz i kanë shërbyer atit mjeshtrit në teatrin e kukullave gjithmonë. Ky është mendimi im. Paktën ka plot teori të tjera, i zën, i kapur, i ku e di çfarë, nuk janë çështje ime sepse nuk jam unë as, nuk bëj gazetari investigative as asgjë.
thjesht mendoj që i shërbejnë ende politikës që vazhdon të mbaj peng shqiptarët në çdo aspekt, në aspektin të paktën e mos realizimit deri në fund të drejtave shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Dhe Ali Ahmeti vazhdon sërish. Do të vazhdoj. Qëllimi aty është. Domethënë përderisa krijohen këto lloj mutacionesh në vazhdimsi, qëllimi ka qenë gjithmonë. Këta njerëz janë gjithë në politikë mbi 15-20 vjet. Domethënë nuk ka asnjë reciklim politik në Maqedoninë e Veriut nëse shihni. Ma gjeni ju një reciklim, një informacion që është recikluar. Nuk lejojnë ta fare, qëllimi është që mos ketë një lëvizje të re që do t'i dymte temelet e këtyre, do t'i trondiste, edhe gjithmonë kanë rrjetin e propagandave, kanë rrjetin e mediumeve, sa po del dikush edhe e shkatrojnë përmes propagandës mediatike, edhe përmes sherifëve lokal që i kanë ata edhe ashtu. Qëllimi është shumë egoist në këtë rast. Edhe populli po vazhdon me egoizmin e tyre për një vend pune, për një tender, për një ashtu, domethënë i kanë sherifët lokal që shkojnë edhe bojnë çmos, domethënë për të mbetur në pushtet. Profesor, asnjëherë nuk e kam kuptuar se kam marrë në përgjithësi në poste të rëndësishme qeverisëse. Kush? Ali Ahmeti. Po i ka njerëzit që marrin pjesë. Domethënë ai është njeriu që i koordinon gjithë këto procese, do thotë edhe kryetarët e partive edhe në Shqipëri edhe gjithandej, po nuk e di arsyen pse. Ndoshta ka dashur ketë komoditet duke nejtur edhe duke i shikuar gjëra, se si rrjedhin. Ndoshta çështja e tij dolëm tek ai që lëvizte fije. Tani nuk e di unë, merre si ta marrish, domethënë unë flas për rezultatin e proceseve, nuk flas për gjëra tjera. Me fjalë ne mund të jemi, unë ç'a mund mos jem me fjalë, po shifem veprimet politike do t'i shohim gjithmonë. Domethënë rezultatin e veprimeve, rezultati i veprimeve nuk është ai që duhej, ai që është parapart ishte. Profesor, për kaluar tek trojet tona tjera, në Kosovë si u duket situata për momentin? Trumpi e ka përmendur shumë shpesh, 3-4 herë. Ka në tryezë, para një muaji ankoheshim se mund ta ketë harruar, kurse tani po shqetësohemi pse na trapon kaq shpesh. Po tani sigurisht Trumpi është kërkon çmim Nobel, edhe do t'i jepet në vazhdimsi. Megjithatë bëj shaka. Si të them unë, nësa herë që po vizitoj Amerikën, kam qunin këndej, do njerë bëj edhe mësim kështu, që më ngjan njësoj sikur Trumpit këtë mësuar nga politikanët tanë. Ndoshta i ka këshilltar dikën, nuk e di, po ndodh një populizëm i skajshëm që do thot është jashtë konceptit të demokracisë amerikane. Kohëve të fundit po shoh njerëzit kanë frikë të përmendin, të flasin, domethënë janë të trembur, shumë më shumë se sa te ne. Edhe po shoh që po ndodh diçka shumë e çuditshme në një vend që demokracia duhet ishte në piedestal. Unë e kuptoj që të paktën shiko, unë prap jam i lumtur. Thjesht kam qenë gjithmonë kundërshtar, jo kundërshtar në kuptimin më kanë futur në atë taborin e kundërshtarëve për shkak se unë kam folur për fenomene hapur. Po ja prap, po flas hapur edhe nuk i kam pasojat, nuk i kam pasur vërtet. Ndoshta pasoja minore e izolime ose kjo ajo, po nuk kanë shkuar më tej. Domethënë këndej po ndodh një çudi më e madhe se sa te ne. Vërtet njerëzit kanë filluar të mos flasin në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, mendoj. Po gjithsesi është problemi tyre, po e marr sa për ta ilustruar si shembull. Unë mendoj që Kosova do të kthehet prapë në agjendën kur do qoftë, nëse do të zgjidhen këto, do thotë ja tani në lindjen e mesme, çojmë se si të shkojnë punët, por Kosova përsëri do të jetë në agjendën e Shtetit Bashkuar të Amerikës. Tani çfarë do të jetë? Do të jetë ajo ideja e shkëmbimit territor, apo do bëhet një si them një Shqipëri në kuptimin e pak më e zgjeruar, po me disa përjashtime. Unë mendoj që Shtetet e Bashkuara të Amerikës sido që të jetë puna do ta ruajnë ndetin sepse ajo duhet. Edhe ne do të jemi të shkathët politikisht, domethënë njerëz që të kemi vizione, të bashkëpunojmë ngushtë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
përndryshe mund të ketë e gjitha kjo, do me thënë këto lëvizje që po ndodhen, shikoje, do thotë në rajone dhe më gjerë, do me thënë mund t'jenë edhe shkatrimtare për ne si shqiptarë. Keni fjalën për ndarje territore, për shikim. Po unë mendoj që do të ketë një reformatim gjithsesi, sepse nuk shkon gjithmonë me këto probleme, zoti Balla. Ne përballemi gjithmonë me këto probleme, unë prej fëmijë mbaj mend njëta gjëra. Krijimi ndoshta i shtete mëdha do ta zgjidhte, do të ishte më afatgjat në ruajtjen e stabilitetit rajonit, ose nuk e di se si mund të jetë. Po unë mendoj që do të ketë reformatime së shpejti, 3-4 vjet, do me thënë, do duhet të shikojnë gjëra se si do të zhvillohen, dhe politikanët do të jenë shumë vigjilentë, sy qelë, që të bashkëpunojnë ngushtë, jo të shohin vetëm interesat personale, sepse do të jenë vërtet shkatrimtare për ne si popull. Pra profesor, ju shkoni përtej veriu kur flisni për informatim të gjerë. Nuk bëhet fjalë vetëm në po t'ja veriu. Ballkani do të riformatohet në rrafshin për shkak se politikat gjeostrategjike tani po kemi shiko, të thotë Shtetet Bashkuara, Rusia, Kina po vazhdojnë, mendoj, në kuptimin e ristrukturimit edhe global. Do duhet të ketë një, do thotë, marrëveshje edhe për Ballkanin, sepse marrëveshja e fundit e ka qenë marrëveshja e Shën Stefanit, që është do thotë pas luftës e parë botërore, dhe nuk ka pasur marrëveshje tjetër të fuqive të mëdha për Ballkanin. Prandaj them do duhet politikanët tanë të jenë pak të shohin përtej asaj që është e përditshme, që është në agjendat e tyre të përfitimit, të shohin se si do dalim, do thotë të dalim fitimtar kombëtarisht në gjithë të lëvizje globale që po ndodhin. Profesor, për të gulmuar edhe pak te kjo se vitet ikin, ju thatë brenda 2-3 viteve, ju në mendjen tuaj soni një informativ Ballkanit brenda 2-3 viteve, çfarë shtete konceptoni që do jenë? Sepse thatë një Shqipëri pak më zgjeruar, por duke ruajtur. Tani unë nuk e di, mendoj që shqiptarët ndoshta jemi populli vetëm në Evropë dhe më gjerë që jemi pro-amerikan. Nuk ka tjetër. Do thotë një territori përbashkët shqiptar, ku ka baza amerikane, do thotë në bon stil, një ambasadë në Shkup, që është një ndër më të mëdhat në Evropë, edhe një det, siç është edhe Sazani, që tani që po është blerë, do thotë, dhe po investohet me të madhe, do me thonë do të ishte e mirëqenë për Shtetet Bashkuara të Amerikës që të mund të jenë më afër lindjes mesme, Rusi, se kështu me radhë, do me thënë, më shumë nuk mund të flasë se sa kaq. Por përpara kësaj duhen njerëz që flasin, duke nisur nga Prishtina që s'ka akoma qeveri. Qeveria do të bëhet, ndoshta unë kam udhëhequr një kohë, do thotë, një projekt që ka bërë simbiozë mes universiteteve, sektorit privat dhe do thotë institucioneve shtetërore. Kam qenë Belfast, ku nuk ishte 2 vjet e catë qeveri, po më mirë funksiononte, ashtu thoshin ata populli dhe ato qeverisë. Ndoshta pa qeveri mund të funksionojë edhe më mirë edhe Kosova, nuk e di. Profesor, diçka të fundit për Tiranën. Duke parë se larg në këtë mandat të 4 Tiranës, çfarë mund të bëjë? Shiko, unë e dalloj politikën e Tiranës. Do me thënë e kemi diskutuar edhe bashkë edhe privatisht. Ndoshta populli atje nuk pajtohet, po Edi Rama në krahasim me këta tjerët ka punuar shumë më shumë, sidomos unë të them drejtën, nuk e di në atë rrafshin e politikave gjera, ka edhe gjërat mira, po edhe gjëra që ose ndoshta, po nuk është për mua është politikan i suksesshëm, po ndërton Shqipërinë sa herë që vi po habitem, do me thënë ja po lidh gjithat po hap aeroport, sepse unë them Skënderbeu i kohërave moderne është ai që hap rrugë, ai që krijon mirëqenie, ai që krijon sistem mirëqen arsimore,
ta zëm shëndetësore kështu me radhë. Domethënë në krahasim me politikanë që kemi ne është shumë avancuar dhe tani vetë edhe populli e tregoj te ju, nuk e di, ka njerëz që ne jemi gjithmonë edhe statik, po duhet jemi pavarësisht se mos e duam dikën, nëse ka rezultate duhet ta çmojmë. Unë jam i atij. Domethënë Rama po luan një rol kyç, ka mbështetje sa e shohun ndërkombëtarisht dhe nuk e di, nëse me politikan si Sali Berisha do të jetë Rama edhe 20 vjet. Domethënë përderisa nuk ka një strukturë tre politike edhe në Shqipëri. Do thotë nëse nuk krijohet. Unë nuk them se është më i miri, po për momentin është më i miri po del. Nëse nuk vjen dikush më i mirë. Shkojmë pa e mbyllim me shprehjen e Mourinho's atëherë. Profesor, falenderoj shumë për bisedën, më kishte shumë kënaqësi. Jam mirënjohës për kohën dhe për analizën. Është gjithmonë shumë falenderoj shumë edhe juve. Në mënyrë të drejtë për drejtë. Ju falenderit edhe suksese edhe juve si medium, edhe shihemi me raste të tjera. Me shumë kënaqësi.